Vendimin se dosja Çezdia do të kalojë apo jo për gjykim do të jepet në datën 18 mars. Këtë të njëjtë i pandehuri, ish presidenti i vendit Ilir Meta, i pranishëm në seancë, këmbguli në pafajësinë e tij, duke pohuar se nuk ka pasuritë fshehura dhe se ka bërë një jetë të thjeshtë. E bashkëpandehura në këtë proces Monika Kryemadhi deklaroi se do duhet që prokurorët e posaçëm të provojnë akuzat e korrupsionit, pasi dokumentet që ata vënë në dispozicion sipas saj janë të falsifikuara. Si mund të ngresh një akuzë për korrupsion, kur ndërkohë nuk e ke veprën e korrupsionit. Pretendimet e organit akuzës që sikur Unify ka paguar faturat e LSI-s për lobim, deri më sot ne shikonim në rrugë, po themi si argumentim ligjor, kur tashmë i tham troç që ne na rezulton që faturat të cilat pretendoni ju janë falso. Zoti Meta është shumë racional në kërkesat e tij. Zoti Meta s'ka asnjë firmë, s'ka asnjë mesazh, s'ka asnjë komunikim, s'ka asnjë vendim, s'ka asnjë gjë. Të dy janë vënë në akuzë për 3 çështje: korrupsion, e pastrim parash me dosjen e njohur si Çezdia, mosdeklarim pasurie për lobimin dhe disa fatura mjekësore. Sotir Klapi, prokurori i çështjes, pretendon se Ilir Meta në cilësinë e ministrit të energjetikës ka shkelur ligjin duke mos monitoruar mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë Çez. Sipas tij, përmes pushtetit të tij, shlyerja u bë përmes kompanisë Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për ta mbledhur borxhin. Në bashkëpunim ish çifti politik dyshohet për kontratat e konsulencës dhe lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos deklarim të shpenzimeve mjekësore për periudhën 2013-2019.